Jemi 10 nëntor 2025 tek një nga fermerët më të mirë të zonës të Mëzëqes, tek Petrit Gixhari. Petrit punë mbar. Marpaç. Që ke bashkë me djalin këtu? Po. Sa sipërfaqe kultivon kryesisht? Kemi 3 dylym. Domate që ka shumë e pastër, si çfarë domate pastër që është kjo? Ti këtu aplikon vetëm mbrojtje biologjike. Po, 0. Të gjithë prodhimin e shet vetë mi fjalë. Vet. Porosi, vetëm porosi. Me porosi. Me tregtar porosi vetëm. Jo treg, porosi. Shumë mirë. Veç domates? Kemi lagër, lagër brokull. Unë do t'i bëj thirrje të gjithë tregtarëve. Petritin e kanë çdo ditë ke rotondo e Çermës, po le të vinë ta vjelin edhe këtu shiça domate super që është kjo. Është e pastër dhe sot sa po tregtohet afërsisht? Sot 700 lekë. Pra, Petriti e tregton 700 lekë për çdo lloj konsumatori që vjen ke rotondo e Çermës, por kjo është thirrje edhe për tregtarët e Tiranës, të Durrësit, të Elbasanit, që të vinë të kontaktojnë direkt vetë me Petritin këtu, sepse realisht unë jam vetë specialist i bujqësisë, por realisht të tillë prodhim të pastër, të mbrojtur kaq pastër, është vështirë që të gjesh. Unë do të uroj ty, djalit dhe të gjithë familjes një sezon të mbar. Shumë faleminderit. Do ushtofshi sa më shumë si puna jote. Faleminderit. Dhe thirrjen tregtarëve të vi këtu të mlej argë ta marrë direkt. Tregtari të ri unë ta bëj. Bravo. Kaq kemi. Kjo është thirrje me Me sinqert. gjithë familjen. Tregtari të ri unë ta bëj argën direkt. Një sezon i mbar atë. Faleminderit. Gjatë çimit ty do të uroj të bosh agronom më i mirë se unë, më i mirë se babi. Po, agronom ta bësh më agronom më zhiv.